Këshilli Bashkiak i Korçës ka miratuar buxhetin për vitin 2026, i cili ka vlerën e 2.6 miliard lekëve. 50% e buxhetit përbëhet nga të ardhurat e Bashkisë Korç, nga të cilat të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore shkojnë në masën 1.2 miliard lekë, të ardhurat nga institucionet e varësisë shkojnë në masën 42 milion lekë dhe të ardhurat nga fondet IPA shkojnë në masën 60 milion lekë. Gjysma tjetër e buxhetit të Bashkisë Korç vjen si mbështetje nga ana e qeverisë, ku transferta e pakushtëzuar shkon në masën 665 milion lekë, transferta e pakushtëzuar sektoriale shkon në masën 500 milion lekë, transferta e pakushtëzuar për rritjen e pagave shkon 129 milion lekë dhe transferta e pakushtëzuar për menaxhimin e mbetjeve urbane shkon 7.6 milion lekë. Raport me 2025-ën, shpenzimet operative janë ulur nga 41% në 37%, ndërkohë që investimet janë rritur nga 12% në 14% të buxhetit. Ndërkohë që në pjesën e të ardhurave dua të veçoj mbështetjen në rritje të qeverisë shqiptare për Bashkinë e Korçës si njësi e pushtetit vendor. Transferta e pakushtëzuar është rritur me 36.6 milion lekë ose 5.5% më shumë krahasuar me vitin 2025, ndërkohë që transferta e pakushtëzuar sektoriale ka një rritje prej rreth 50 milion lekë krahasuar me vitin 2025 ose 10% më tepër. Filo shtoi se buxheti 2026, por edhe mbështetja nga agjensitë dhe institucionet qeveritare do të bëjnë të mundur zhvillimin e mëtejshëm të bashkisë, duke financuar zhvillimin e turizmit, bujqësisë, edukimin, si dhe teknologjinë dhe inovacionin.